Nëse mendoni që të mbash një regjim ushqimor do me thënë të vdesësh për bukë, atëherë shikoni këtë video. Këto janë vaktet e mia kur unë jam në një regjim ushqimor. Si fillim e filloj me këto vezët poshe, 2 feta bukë të thekura, i hedh sipër cottage cheese, pak avokado të marinuar dhe vezët sipër. E marinoj edhe me specë të kuq dhe shikoni pak se çfarë mrekullie, një mëngjes që nuk të mërzitet kurrë. Vazhdoj me drekën, preva pak fileto pule, e marinova dhe e skuqa. Më pas në një tortilla vendosa pak sallatë jeshile, disa domate të vogla, pak avokado, mishin e pulës sipër, e marinova dhe pasi e mblodha, e vendosa pak në toster dhe pasi e kam thekur mirë, e pres në dysh dhe shikojeni pak se çfarë mrekullie kjo. Vazhdoj me snekun e pasdites, të cilën më shumë e hëngra të nesërmen në punë sesa pasdite. Zgjeva pak miell të shore me kakao pa sheqer. I hodha sipër boronica dhe më pas këtë budingun me proteinë të lartë. Nga sipër hodha këto biskota, të cilat mirë do ishte që të ishin pa sheqer, por unë nuk isha për momentin. Dhe shikojeni pak rezultatin, dua ta ha prap tani. Për darkën përgjithsisht nuk është se ha fare, me thënë të drejtën. Por gjithsesi atë ditë kisha quinoa me domate, trangull, qep edhe këto filetot e peshkut.